Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Edhe në takimin e sotëm si fillim në rubrikën Info do të përcjellim lajme dhe kronika nga jeta e minoritetit rom dhe më gjerë. Në rubrikën sociale do të ndalemi tek keqëshyerja. Në po këtë rubrikë nuk do të mungojnë opinione dhe këshillat e mjekut specialist. Kurse në rubrikën dëgjojmë gjuhën rome, këtëherë do të ndalemi në disa nga fjalët më të përdorshme të kësaj gjuhe. Me urimin shikim të këndshëm ju ftojmë të qëndrojmë së bashku në minutat e këtij emisioni. A kale qasora amar emisioniste ka diqen i rubrika Info, o kroniqe e minevimata kato komuniteti romandikano. Ti rubrika socialno ka vaqera so aneda ona hajbershu karto maksëmja. Em top handi pe amar emisioniste ka avasamen hani klafencar ti romanit qip, shukar di kipe. Dhe në minutat e para le të ndjekim rubrikën Info me lajme dhe kronika të përgatitura nga grupi ynë i xhirimit. Në këtë rubrikë midis të tjerash do të veçonim ndotjen mjedisore në ish konviktin pranë shkollës Demokracia në qytetin e Korçës, kremtimin e ditës së Shëngjerit e të tjera. Le të ndjekim. Si çdo familje tjetër që dëshiron të jetojë në një vend të pastër dhe të gjelbëruar, dhe familjet rome dhe egjiptiane dëshirojnë një gjë të tillë. Tek ish konvikti ku jetojnë 120 familje rome dhe egjiptiane, kushtet sociale e ekonomike janë të vështira dhe jetesa e tyre rëndohet dhe më shumë nga ambienti i cili është tejet i papastër. Kjo situatë rrezikon shëndetin e këtyre familjeve, veçanërisht të fëmijëve të vegjël. I vetmi vend lojrash për fëmijët është ambienti i papastër ku dominojnë ujërat e zeza dhe të bardha të cilat derdhen kudo. Ky ambient ka qenë ndotur pse? I bëjmë vetë neve. Po këto kanalizimet, këto ujërat e zeza janë që bien? Po, bien edhe ujërat e pastra dhe të zezat të përzjera. Keni shkuar në bashki për t'u ankuar? Kemi shkuar, as kanë berë për çapje fare hiç. Të pëlqen ky ambienti këtu me plera? Ja. Çfarë do të pëlqente ty? Lotra të bukura. Do të pëlqente të kishit lotra këtu? Pa. Ti ku luan me shoqet? Ja, këtu. Nuk më pëlqen ambienti këtu. Pse? Pse janë të qelbur? Kush jeth plerat këtu? Neve jedhim që lart poshtë. Pse jethni bashkë ju ka dhënë 2 kosha? Se pushtojnë gjithë bresin poshtë. Gjithë sëmundja është ky vendi tonë. Kush jeth plerat këtu? Të gjithë jedhin plerat për arsye përtojmë që të jedhin poshtë. Për të shmangur kushtet e këqija mjedisore midis të gjithash, është detyre secilit prej këtyre banorëve që të ndërgjegjësohet për të mbajtur pastër mjedisin ku ata jetojnë. A kënate shunasin e vimata e mo kroniqe kato gjiftipe romandikano, sora ka dikas i rubrika Info. Sarbut familje Andi Korça kaj majna Teovele një kshukar parko kaj ili lengje maksëmja të beshen paci Sarova vera maksëmja amare dizate. Ili o familje romandikane e modole egjiptiane, majna pe maksëmenje jek parko apo lulishta. Majna pe maksëmenje jek parko apo lulishta pash akale palateste kaj beshena shelubish familje kaj silen problemja social-ekonomike. Qërqek istale bucorore kaj në najlen ili o paklëqi lengje maksëmja që lena topisja tana, kaj niklona kato themelja akale palateste o kale panja e mo parne panja. Aman ili akale familje të qeren një kshukar sensibilizimi kaj të astaren po paci petana, kaj që lena lengje maksëmja ka starugjarena të shulaven lengje tana. Dhe pasi ndoqim rubrikën Info në 2 gjuhë shqipëromisht, do të kalojmë rubrikën sociale. Këtëherë do të flasim për keqëshyerjen tek moshat e vogla dhe pasojat për shëndetin. A këna ka diklen i rubrika Info të 2 qiba, ti romandikani qip e mti ka gjikani qip, ka dikas i rubrika socialno, ona parvaribe maksëmengo e mso problemi anedha to sastipe. Keqëshyerja, sidomos në moshat e vogla, është një problem që shoqërohet midis të tjerash me pasoja në peshë dhe në gjatësi. Kështu një fëmijë i keqëshyer nuk ka atë gjatësi apo të peshë trupore që mundet të ketë një moshatar i tij, i cili rritet në kushte të mira ushqyerje. Por më gjerë le të ndjekim materialin e përgatitur. Gjatë intervistave të marra me fëmijët, ata shprehen se ndër ushqimet më të preferuara të tyre janë hamburgerat, moltot, patatinat, si dhe ëmbëlsirat që gjenden nëpër lokale apo dyqanet pranë shkollave. Në raste të veçanta, prej tyre shkohet deri edhe në zëvendësimin e gjellës dhe gatimeve në familje me të tilla ushqime. Sa herë në ditë ha buk? 3 herë. Në mëngjes një hamburger, në drekë të shkoqe çana nga gatuar në mami dhe në darkë kos. Po frutat kur i konsumon? Në drekë ose në darkë. Po mbas dite nuk ka ndonjëherë?
Me rast. Më shumë më pëlqejnë gjyrat e dyqanit këto, patatinat, tostet. Nga perimet më pëlqejnë më shumë ta bizelet. Edhe gjyrat e dyqanit. Që patatina, molto, çokolata. Besiana, sa herë në ditë merr ushqim? Mëngjes edhe darkë. Drekën e gjej, po nuk marr. Sa e aktu në shkollë. Hamburger, pite. Këto ushqime nuk kanë kilokaloritë e mjaftueshme, sepse ju mungon qumshti dhe nën produktet e tij. Produkte shtazore me proteinat e domosdoshme, deficite këto që sjellin probleme dietike në organizmin e fëmijëve. Ndodh shpesh tek fëmijët rom dhe egjiptianë, por jo vetëm, që gjendja e vështirë ekonomike e familjeve të bëhet shkak për kequshqyerjen. Pse e le shkollën? Të s'kisha për të ngrënë. Rinja pa ngrënë aty në bankën e fundit, por rinja vetë, të shoqetanin aty kurse unë rinja. Dhe për këtë arsye ti u shkëpute nga shkolla? Unë s'kam për të ngrënë që të vete në shkollë, këtu një ram, një sam, këtu ja kur kemi amë, kur s'kemi roba, me qartë të vete në shkollë. Sa kohë ke që je shkëputur nga shkolla? 3 muaj. Si e ke emrin? Mateo. Sa vjeç je ti, Mateo? 5. Ke ngrënë bukë sot? Ja. Çfarë të ka bërë mami drek sot? Kaze. Si e keni emrin? Ilir. Sa fëmijë keni? 3 kam. Ku punon ti vetë? Pa punë. Si ushqeni fëmijët? Ish me ato ndihmat e dorkasit. Marim. Edhe me ato fëmija ndonjë shim, ndonjë punë dhe ku del djali për ndonjë ekurçin, ndonjë ekur nga ato skore si thonë, se del shejtë se marim ja. Sa bukë gjithë, se ja dalim do të fare. Me ndihmë ekonomike kemi, 20.000 lekë në muaj marim. Sa herë në ditë anë ushqim fëmijët? Që 2 herë, në tam 3 herë, 2 herë, një darkë, një mëngjesan. Për të shmangur pasojat e kequshqyerjes, në shumë raste ndërhyn shteti apo shoqëria nëpërmjet shoqatave jo qeveritare. Shoqata Dorkasi, që prej afro një viti ju ka afruar ndihmën e tij 30 fëmijëve rom dhe egjiptianë. Në qendrën e çelur në lagjen Radenec, prej këtij fondacioni, ata trajtohen me ushqim dhe ndihmohen nga mësues të veçantë për përgatitjen e mësimeve. Gjithashtu, ky shërbim ofrohet në mjediset e veçanta e shumë komode. Këtu luftohet në mënyrë konkrete kequshqyerja. Këtu vinë fëmijë të shkollave që nga klasi parë dhe në klasën e 8, mbas shkollës vinë në orën 1 këtu, marrin një vavë drekë, në përgjithësi kanë ushqim shumë të mirë. Sa fëmijë trajtohen këtu? Këtu kemi 30 fëmijë, këtu kemi fëmijët që janë egjiptianë dhe romë, gjendja e tyre nuk janë në gjendje të mirë ekonomike edhe financiare gjithashtu, dhe i kemi ndihmuar me një drejkë mbas të ushqimit që u gatua junë, fëmijët mësojnë me mësueset e tyre, bëjnë detyrat, aktivitete, i kemi nxjerrë në ekskursione, në kampe. E ndjeni juve në punën e përditshme që këtu vinë fëmijë të uritur? Po, janë disa fëmijë që nuk janë në gjendje ekonomike të mirë dhe shikoj që këtu i trajtojmë çik më ndryshe. Sipas kërkesave që kërkojnë, ja u plotësojmë. Këto qendra, sado të shumta të jenë në numër, nuk mund të zgjidhin problemet e shumta që ka shoqëria jonë. Vetëm një rritje cilësore e nivelit të jetesës përmes politikave efikase ekonomike dhe të punësimit masiv, të ndërmarra nga qeveria për të zbutur dhe zhdukur varfërinë, mund të realizojnë misionin e madh të zhdukjes së kequshqyerjes, që ka ai si shkak problemet ekonomike brenda familjeve që jetojnë në nivelin jetik. Ona shukar parvari beto maksëmja, anedha problemja. Na pariona o maksëmja, na quvena pari pe petrupeste, ka pedalen qabuqi ona mboripe, sarokova problemi te dikhasle sa këna. Obut maksëmja ka i bariona dasar emda desar istale normal em shukar. So maksëmi ka i na bariola e dasar apo e da desar diqena les nanaj normal. To but rastja a ka le maksëmja nanaj utxe, em nanaj asto pari pe normal. O jek problemi istalo ili ka i silen problemja socialno-ekonomike. Jek maksëmi ka i nanaj shukar pavardo, o dova maksëmi namborindo empiradovena lesje ili vavera nambori pe, gjikaj a ka le maksëmja resena to meribe. Istale o but maksëmja ka i hana shukar bariona normal, jek maksëmi majla ka i telel shel gjikaj to shelu 30 kilokalori to jek qilo, o maksëmi majla telel shukar pi vitamina, pi proteina, apo pani. A kjaj istali i normativa jek maksëmesje kaj te barjol shukar. I intervista kaj ledham kato maksëmja, o but maksëmja vaqerena kaj amen qinasa hamburger, molto, patatine, biskote, apo ka ne gulo. A ka lej istale o but kaj o maksëmja hana to shkolle.
Akale maksëmja ka e hana solena to bikinde, pashto shkole, sarpatatine apo hamburge, akova instaloj ili o hajbe lengje qerende, na gjalla lengji godie maksëmenji ka te han o hajbe ka i silen lengje qerende, ka qërdas lengjiri daj. Te gjanen shukar, sara kale hajbe ka i lena o maksëmja to shkole, na najlen o vitamine apo o kalorie ka i majla o maksëmi ka i te barjol. To but maksëmja egyptiania apo dole romandikane ka i silen problemja socialno-ekonomike, a kja i stali fakti a kale duju e komunitetende ka i nalena shukar o hajbe a kale maksëmja. Jek maksëmi ka i naleda a kale vitamine e proteine i siles problemja ili to si klaribeti shkolla. O Fondacioni Dorcas e Mamari Komuna, piradas i këndra mashkareti Romandia, em trianda maksëmen, dela len të han em të qeren për mësimja e shkollace, po akale këndrate i silen ili o si klarne ka i si kavenalen. Ona hajbe shukar to maksëmja ka i silen problemja social-ekonomike, samo orajpe avela akale familjenje to kurtaripe, ka i mate ovel qororipe akale komunitetenje. Aman majla orajpe një ka vela programja ka i te avel qërqek to familje ka i silen problemja social-ekonomike, em ka i stale but qorore. Studimi mbi standardet e jetesës në Shqipëri publikuar gjatë dekadës së parë të shekullit të 21 tregoi se 1/3 e fëmijëve kanë zhvillim të vonuar fizik, domethënë janë të shkurtër për moshën e tyre. Ky studim tregoi se në Shqipëri 14% e fëmijëve të moshës 5 vjeçare janë nën peshë, krahasuar me 6% në Republikën e Maqedonisë dhe 4% me Bosnjë-Hercegovinën. Varfëria është shkaku kryesor i kequshqyerjes së fëmijëve, me pasoja mungesën e ushqimit për fëmijët e vegjël. Kjo gjithashtu është e lidhur dhe me nivelin e ulët të arsimimit, kujdesin e pamjaftueshëm për nënën dhe fëmijën e të tjera. I ndjeshëm ky fenomen është dhe tek stresat me probleme sociale. Sa qërdam një studimi, but maksëmja në najlen shukar sa stipe, në naju që em në najlen o paripe, o kova problemi a veda kataro qororipe. Em kato do stipe, kaj si kavena buthani të dajate maksëmenje, a kaja i stali ili kaj në najlen arsimi. Kequshqyerja sipas mjekëve do thot marrjen sasi të pakët të kalorive, proteinave, yndyrnave, vitaminave dhe lëndëve të tjera të nevojshme. Tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël, kequshqyerja në veçanti ushqyerja e pakët është një faktor kyç themelor i cili ndikon në vdekshmërinë foshnjore dhe fëminore, në uljen e imunitetit dhe rritjen e mundësisë për të smurur në zhvillimin e dobët fizike dhe mendor, ul produktivitetin dhe përqendrimin në shkollë e të tjera. Po për më gjerë le të ndjekim prononcimin e mjekut. Çdo fëmijë që lind nën kujdesin e familjes dhe shoqërisë duhet të rritet i shëndetshëm. Ndodh që ai të keq ushqehet dhe shkaqet për këtë janë jo vetëm shëndetësore, por edhe social-ekonomike. Keq-ushqyerja legjur më për gjithë jetën tek fëmia me zhvillim të dobët psikomotor, në rritjen e sëmundshmërisë, me pasoja në të ardhmen e tij deri edhe në vdekje. Keq-ushqyerja është një problem jetik edhe për kohët e sotme, patjetër se më përpara ka qenë më me komplikuar dhe ndoshta me dukshme. Megjithatë nuk mund të them që është zhdukur. Mbas viteve 90 vazhdon akoma të ekzistojë, sidomos në rajonet në të cilat kultura ose gjendja social-ekonomike e popullsisë që ne monitorojmë është e ulët. Domethënë keq-ushqyerja nuk duhet parë vetëm si një problem shëndetësor. Ajo është në kompleks e ndërthurur me faktorë të tjerë, social-ekonomik, të cilët përmbledhin nivelin arsimor, nivelin ekonomik, infrastrukturën, gjithashtu dhe probleme të tjera, siç është dhe mos komunikimi i dur mjek-fëmijë. Shtresat rome dhe egjiptiane detyrimisht që problemi i keq-ushqyerjes është më i dukshëm dhe më evident në këto shtresa. Pse do them? Sepse përveç problemeve shëndetësore që sjellin rritje të sëmundshmërive në këto shtresa, janë dhe faktorët e tjerë që e rrisin mundësinë e kësaj teme të keq-ushqyerjes, siç janë ambienti ku ata jetojnë, të ardhurat e ulta që ata kanë, gjendja sociale-ekonomike në përgjithësi, sepse përveç domethënë ushqyerjes që është evidente që duhet me plotë, me ekuilibruar dhe me shumëllojshme, ata kanë plus dhe faktorët e tjerë që nuk i ndihmojnë. Këta janë bilesa ata më të shumti që rëndojnë. Nga keq-ushqyerja, çfarë sëmundje mund të krijojë në organizmin e fëmijëve?
Kequshqyrja sjell sëmundje në të gjithë organizmin dhe probleme deri në ato jetike, sepse përderisa rrit smundshmërinë, në smundshmëri futen të gjithë llojet e sëmundjeve, duke prekur të gjithë aparatet e sistemit të organizmit. Megjithatë, ajo që është më e dukshme është malnutricioni, domethënë që vjen nga këto, që mund të jetë i lehtë, i mesëm dhe i thellë. Duke sjell këtë nivel në ndryshim të organizmit, detyrimisht dhe sëmundjet janë shumë deri në vdekje, domethënë mund të shpjerë kjo ndryshimet e dukshme të kequshqyrjes, të malnutricionit më shumë. Këto janë. Nga përvoja e përditshme, a kemi arritur në pasoja kaq të rënda në realitetin tonë? Për të së vërtetës mund të them që është problem i dukshëm, por nuk mund të them që është me probleme jetike për fëmijët. Është bërë e mundur, domethënë identifikimi i rasteve, duke bërë të mundur qoftë edhe ne si personel t'i ndihmojmë në një farë mënyre që të kalojnë të paktën disa probleme të vogla, por për ata shumë të mëdha. Kur kequshqyerja konstatohet në fazat e para dhe ndërhyet për të shmangur shkaqet, rezultati është pozitiv edhe pa pasoja. Mjekja rekomandon konsumimin e çdo lloji ushqimi, mjafton të jetë i vlefshëm për fëmijën. Një fëmijë normal duhet të marrë 100 deri 130 kilokalori për çdo 1 kilogram peshë. Ato duhet të jenë të shumëllojshme, proteina, karbohidrate, yndyrna, vitamina, kripra dhe të ketë në masë të konsiderueshme ujë. Një fëmijë latan duhet të pijë gjithë sa herë të kërkojë, ndërsa një fëmijë adoleshent duhet të konsumojë ushqime 4 herë në ditë. Dhe pas rubrikës sociale ku folëm për kequshqyrjen, le të njohim me disa nga fjalët më të përdorshme në gjuhën rome. A ka le qasora, ne këta avasamen edhe afencar ti romanit shqip. Fjalë rome. Lafja romandikane. Përshëndetje. I bahtalin. Faleminderit. Palikeratut. Mirëmëngjes. Shukar torano. Mirdita. Te ovez bahtalo. Mirëmbrëma. Shukar tu marirat. Ri me shëndet. Beshen sastimjancar. Mirupafshim. Shukar to dive. Ditën e mirë. Shukar javin. Natën e mirë. Rat laçhi. Mirë se ardhe. Mishte alen. Shëndet. Sastipe. Shëndet të kesh. Sasto te oves. Dhe kështu minut pas minute kemi mbritur në fund të emisionit Shqip-Romisht, na njihni pastaj na paragjykoni në rubrikën Info. Këtë herë grupi i xhirimit na solli lajme dhe kronika nga jeta e minoritetit rom dhe më gjerë. Në rubrikën sociale folim për kequshqyrjen dhe pasojat shëndetësore. Në rubrikën të njohim gjuhën rome sollëm disa nga fjalët më të përdorshme të kësaj gjuhe. Këtë emision mund ta ndiqni edhe në faqen tonë të internetit www.disutnialbaniawebs.com. A kale emisioneste andam i nevimata emokroniqe kato gjivdipe romandikano. Ti rubrika socialën vaqerdam, ona shukar parvaribeto maksëmja, top handipe andam të mengje lafja ti romanit shqip, kaj vaqerdovena pobut. Bashkë miru takofshim në emisionet të tjera. Shukar dikipe to vavera emisionja ti romanit shqip.